Zotjava, cila janë ato zonat në Shqipëri që mund të veçoni si specialist që duken të lehta për të eksploruar, por që në fakt paraqesin një rrezik lartë nëse vizitohen pa shoqërues? Atëherë, zona ka shumë vende faktikisht. Pastaj varet çfarë pjesë e rrezikut, sepse mund të ketë shtigje shkëmbore, që thjesht një rënje guri, sidomos në pjesën kur je grup, mund i pari mund shkaktoj një rënje guri që mund dëmtoj tjerët që janë nga pas. Pastaj pjesa e grëminave varet. Ka shumë afat nga këto pjesët e rreziqe mund të duken të lehta. Avantazhi është sidomos kur merren shtigjet që ka prezencë njerëzish, sepse nëse ikën vetëm ose edhe dy veta, normalisht është më mirë dy veta, sepse nëse njëri dëmtohet tjetri ka mundësi të kërkojë ndihmë aty për rreth. Pastaj në zona që janë të frekuentuara, nëse marrim për shembull se ndodhem Theth tani, nëse marrim shtegun në Theth Valbon, ka gjithkohë njerëz, edhe nëse të arrin diçka, normalisht ka ndihmën e personave që ndodhen aty, por që dhe mund të informojnë banorët e zonës ose kërkojnë ndihmë